një shqiptar i diasporës dërgon të ardhurat vetat edhe pse janë të ardhura nga paga, të ardhura nga çdo lloj, nga puna, nga biznesi e tjera me radhë, normalisht duhet i nënshtrohet një lloj deklarimi të ardhurave për efekt të mos taksimit të dyfisht ose të taksimit në rast se tatimi që ka paguar në vendin ku jeton dhe ku ushtron detyrën e vet është më i ulët se sa në Shqipëri. Kështu që në këtë aspekt unë do të thosha që mund të certifikoj një të kaluar për të hapur një procedurë standarde, legjitime, një kuadër ligjor të rregullt për të ardhmen, sepse normalisht dhe tatimi mbi të ardhurat personale që është DIVA nënshtrohet edhe për rezidentët fiskal dhe për jo rezidentët fiskal. Për këdo është pothuajse, sepse përjashtimi është deri në 50.000 lekë të ardhura të patatuara në vit, kështu që pothuajse të gjithë e plotësojmë detyrimin e ndarimit. Po. Kështu që në këtë kuadër patjetër që diaspora përfiton, sepse mbyll një kapitull dhe të paktën nuk do të ketë pikpyetje, nuk do të ketë merakje në atë lloj prurje që ka sjellë në Shqipëri. Ndërsa nga ana tjetër, diaspora patjetër që është prezente edhe në sipërmarrje në Shqipëri, nuk kemi akoma një studim apo një shifër, sepse nuk mund në sistemin tatimor ÇKB e kështu me radhë nuk ka tools që identifikojnë investitorin apo sipërmarrësin e diasporës shqiptare dhe në këtë aspekt nuk mund të kemi shifra për se sa është përfitimi i kësaj i amnistisë i mundshëm, them.